Dhe ju e dëgjuat që në ditën e mësuesit, në ditën e mësuesave, jehoi një thirrje për të gjithë fëmijët e Shqipërisë për mos shkuar në shkollë. Të gjithë fëmijët u ftuan nga Kujtim Gjuzi që të mos shkojnë në shkollë. Dhe prindrit u ftuan që të mos i lënë fëmijët të shkojnë në shkollë. Ditën e hënë. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e marrëzisë për të protestuar pse do mbyllet TikTok-u. Kjo është një mënyrë që nuk ka nevojë për asnjë koment, nuk ka nevojë për asnjë argumentim, nuk ka nevojë për asnjë fjalë më tepër, por që në vetvete u thot në radh parë të gjitha nënave, pavarësisht nëse janë socialiste, demokrate, me parti, pa parti, janë në Shqipëri, janë në Itali, janë në Greqi, janë në Australi, që nga çfarë duhet të ruhen në 11 maj. Dhe çfarë duhet kenë parasysh në 11 maj. Sepse në 11 maj, kush voton, duhet ketë parasysh që ka në dorë të bëjë dy gjëra. Ose t'i jap mbështetje Shqipërisë për të vazhduar